Ku keni orë nga cila lagje? Lagja Ulpianës. Nga lagja Ulpianës. Do me këtë obligimin qytetar, kushtetues. Si dini kur e jepni votën? Votumat që mendojmë që është më i miri. Inshallah Prishtina ka përparim edhe s'kam përpara. Disa gjëra duhet shqyrtohen, duhet realizohen, duhet kryen shumë më mirë se që në kry deri me tani. Suksese kandidatit më të mirë. Ndërkohë si shkoj procesi i votimit për ju të dy? Besoni që ka qenë shumë mirë, por pasi që shoqja ka probleme shëndetësore, bukur e patëm problem mund gjitë gatin e dytë, gatin e parë, sepse kushtet ashtu që janë nuk janë të mira, edhe nëse na dojmë që të kemë caqën Bashkimin Evropian, duhet krijohen kushtet e barabarta si për ata që janë me të meta fizike, si ata që janë të shëndoshëm, me mujtë me kry obligimin qytetar. Për fat keq tek ne nuk ekzistojnë. Bashkëshortë me qenë se kjo pas ka has në problem si ka shku. Po e kryti edhe kjo obligimin e vetë qytetar. Sa je e kënaqur me kushtet të cilat krijohen për personat të cilët kanë nevojë ndoshta për një asistencë? Veç lodhna me këtë punë, kur fare kënaqshme nuk jena. Përgjithsi, po s'ki çka bën tash, që kjo është në Kosovë. Që me bo? Dullu me kry obligimin, që ajo me kry, s'ka kem na obligime, që kush dojnë, çka dojnë të bojnë. A ke pas problemin e njëjtë edhe kur ke votu në zgjedhjet të 12 tetorit? Jo, se këna pas katën e parë. Tash na kanë ndryshu. Që kjo është më s'kishti. Ju faleminderit, edhe ju dëshoj punë të barë edhe sukses edhe juve. Faleminderit edhe ju, gjithë mirat. Jemi live. Në rregull. Po.